alright mama, that's alright to you. Kjo është padyshim taksia më e veçantë që mund të udhëtosh ndonjëherë në kryeqytet, me Arianin që është i apasionuar pas këngëve të Elvis Presleyt. Unë e kam emrin Arian Kumëria quhem, gjithë më thrasin Elvis. Vetëm nga taksia, nga mënyra se si kam arreduar taksin. Edhe din që jam bërë fan si çmendur dhe gjithmonë shohim çka ke bërë në gjë të re. Ke vënë në disk të bukur, në diçka të re. Për më shumë se 3 vjet në rrugët e Tiranës, taksisti juaj mund të jetë Elvis Presley shqiptar. Me një redim krejt ndryshe nga taksitë e tjera, të kthyer siç thot 53 vjeçari në një fan club. Lëvizja me pasatin e tij artistik nuk do të jetë, u siguroi as pak e mërzitshme. Kjo taksia është ideuar bën gati 3-4 vjet, domethënë ka ardhur krejt natyrshëm, sepse ndërkohë mbanin këto reklamat e këtyre të firmave ndryshme që reklamonin nëpër taksi. E thash, pse mos vendos Elvisin, sepse Elvisin e kam pasur prej vitesh, foto e Elvisit ka qenë nëpër gjithë shtëpinë time, nëpër bufe, nëpër krevat, nëpër tavolina, në makinë, kaseta, disjet, bluzet, orët të ndryshme, relika të ndryshme. Më ka sjell fat. Fat edhe në punë duket. Po, patjetër edhe puna domethënë është e përditshme. Dal në punë duke kënduar dhe këndoj duke punuar me taksin e Elvis Presley. Megjithatë, jo kushdo mund të jetë pasagjeri i Arianit. Nuk mund të hipësh në taksinë e tij, po të mos kesh dëgjuar të paktën një këngë të Elvis Presleyt. Klientët besoj janë po ashtu dëgjues të këngëve të Elvisit? Po, klientët janë dëgjues, vjen apo safat për dëgjuar muzikën e Elvis Presleyt. Sa kushton të udhëtosh me një taksi dedikuar Elvisit? Unë lëviz me çmimet e të tregut, nuk është se fush domethënë atë pjesën e muzikës, pjesën shtesë. Pastaj ka pas njerëz që më kanë lënë dhe bakshishe, domethënë sa bën 3000 lekë, urdhë 5 i ke nga Elvisi, sa bën 10 urdhë 20, më kanë lënë dhe 50 euro dhe 100 euro, domethënë to kanë qenë zakonisht njerëz të huaj, kështu më kanë lënë për qejf, për kënaqësi.